Festa e fundvitit pritet të ndryshe në burgun e grave. Disa lutojnë për fatin e tyre të keq, që festa t'i gjenë sërish duke pasur familjarë të largë, të kufizuara nga të shënurit të lira. Disa të tjera që kanë lënë pas një pjesë të konsiderueshme të viteve të dënimit, mendojnë se dita e daljes është gjithnjëra më afër. Dëshira më e madhe është rifillimi një jetë të re, me të gjitha vështirësitë e sfidat e një ishte të burgosure. Irena Ziri është 47 vjeç, e dënuar me 23 vjet, një ndër më të vjetrat në burgun 325, që prej 14 vitesh shpreh brengën e madhe. Kjo më ka munguar më tepër, 14 vjet, mos ardhe e fëmijëve. Mënyra se si kam kryuar marrëdhëniet me stafin dhe me shoqet e mia, gjithmonë e kam menduar veten se kurbet. Uroj gëzuar vit në ri, të gjitha nënave dhe familjeve që kanë në këto institucione fëmijët e tyre, viti mbar dhe sa më shpejt Zoti i bashkoft me ta. Ky burg aktualisht ka 59 gra, me akuza të ndryshme, duke filluar që nga veprat e lehta e deri tek ato me dënime më të larta, por secila prej tyre përditshmërinë e kalon duke punuar edhe brenda këtij institucioni. 30 vjeçaria Fatbar Xhoni e dënuar me 12 vjet burg, e cila kalon ditët duke ushtruar parukerin për gratë të tjera me duart e saj të arta. Përgjithësi të gjitha gratë vinë, lyhen flokët, bëjnë një prerje, një makjazh që u pëlqen apo që e duan për fundvit që të dukemi mirë. Numërimi i ditëve është bërë rituali më i zakonshëm për t'i dhënë shpresë e krah lirisë. Mirela Kasa ndihmon në kuzhinë. Sot për drek kemi gjellë me patate dhe pilaf. Sa kohë keni këtu? Kam 10 muaj. Edhe sa kohë të tjera ju kanë mbetur? Dhe 1 vit e 9 muaj. I uroj gjithë shqiptarëve, gëzuar vit në ri, qoftë një vit i mbar për të gjithë. Uroj stafin dhe familjarët e mi, inshallah të jem sa më shpejt me to. Një ndër më të rejat që është bërë pjesë e këtij institucioni është edhe Fisnike Hyseni, 21 vjeçare që kohën më të madhe e kalon në rroba qepësi, duke qepur jo vetëm për vete, por edhe për shoqjet e saj. Edhe këtu mendojmë se po kalon edhe një vit edhe ne po e heqim edhe një vit, ndoshta viti tjetër na vjen sa më mbar, sa më mirë të jemi afër shtëpisë tonë, afër njerëzve që duam. Jam penduar sepse neve na ka, unë këtu jam për trafikim të lëndëve narkotike dhe neve na ka çuar më shumë ajo mania e të pasurit sa më shumë. Jam penduar për veprën që kam bërë, por që më shumë jam penduar për atë çfarë i kam shkaktuar familjes time. Gjithashtu edhe familjen time i uroj një vit sa më i mbar dhe shpresoj që të vijë shpejt ajo dita që të jem pranë tyre. Historitë e tyre janë të ndryshme, njëra më e trisht se tjetra, por të gjitha i përfshin një leitmotiv, pendesa. Liliana Boru është 48 vjeçare që ka në supët e saj një dënim prej 25 vitesh. E kam shpirtin shumë të plagosur, po për të pjesë nuk do të flas, do të bëj vetëm një urim gjithë shqiptarëve kudo që të jenë, ta festojnë sa më bukur, sa më të qetë, të shmangen nga çdo gjë e keqe që edhe mund ta kenë në mendje duhet ta largojnë, se e keqja të sjell vetëm të keqen, nuk sjell asnjëherë të mirë. I uroj të kenë një qetësi sa më të madhe, edhe inshallah 2014 është një vit i mbar për ne të gjithë shqiptarët.